Ja ku dëgjohemi edhe në këtë ditë së bashku me mua Lulietën dhe doktorin në një bashkëbisedim së bashku doktor. Do të flasim inshallah për një temë interesante edhe ditën e sotme, nga e cila shpresoj që të gjithë dëgjuesit tanë të gjejnë vetveten dhe të marrin përgjigje për pyetjet që kanë krijuar në kokën e tyre, qoftë më përpara, qoftë në ditët në vijim që mund të vinë dhe dëshirojnë pra të kenë informacion të caktuar. Doktor, faleminderit që të kam në studio, faleminderit për këshillat që jepni. Dhe për çfarë do të flasim sot, doktor? Në radhë parë dhe unë ju falenderoj juve për mundësinë që na krijoni të bashkëbisedojmë për problemet e shëndetit. Sot mendoj të flasim për një sëmundje të veçantë, e cila takohet rrallë sigurisht, por është shumë e vojtshme kur ajo të prek. Dhe kjo quhet, populli thot në gjuhën popullore, sëmundja e zjarrit. Ndërsa ne në mjeksi i themi herpes zoster. Herpes zoster. Pra, është një sëmundje e cila prek zakonisht moshat e vjetra, ku presupozohet që kemi një ulje të imunitetit dhe vjen si rezultat i reaktivizimit të virusit varicella virus zoster, i cili qëndron në gjendje latente në trupin e njeriut dhe në një moment të caktuar shpërthen. Nuk dihen shkaqet, në cili shkaku që shpërthen, por fakti është që shpërthen i paraprir nga një dhimbje e fortë, zakonisht në pjesën e gjoksit, por mund të preki dhe në distancë dhe në ato raste kur sidomos të këta persona që kanë ulje të imunitetit nga përdorimi i imunosupresorëve ose nga HIV për shembull, sëmundja e AIDS-it, te këto mund të preki dhe organet. Më shpesh prek pjesën e gjoksit. Por mund të kapi edhe kanalin e veshit, edhe syrin, indet përreth syrit, ose ndonjëherë dhe intraorale. Ajo që e karakterizon... Çfarë e karakterizon, po, doktor? Është se ka një dhimbje të fortë në fillim. Një dhimbje të fortë. Dhe të vjen papritur, doktor, a? Po, si papritur vjen. Zakonisht vjen si papritur, një dhimbje e fortë. Dhe prandaj ka marrë dhe emrin e zjarrit me një ndjenjë nxehtësie, sepse virusi ka prekur pjesën sensoriale të rrënjës të ganglionit nervor kur del nervi. Dhe zakonisht prek nervat interkostali, themi në nervin, që ndodhet ndërmjet brinjve. Nervat zakonisht tek brinjit ndodhet një kanal i poshtë, në fund të brinjës, në pjesën e poshtme të brinjës, dhe të pasme. Do një kanal i quhet kanali i nervit, dhe pikërisht në këtë region fillon një dhimbje që përhapet si në gjatësinë e nervit. Dhe mbas 2-3 ditësh, kjo shoqërohet pasaj me një erupcion kutani, them neve, një shpërthim në lëkurë të disa vezikulave, fluckave, në formën e vileve të rrushit, të cilat qëndrojnë mbi bazën e një hapësire të skuqur. Kjo quhet dermatom, pra një dhimbje e pasuar nga një dermatom, domethënë me këto vezikulat e lëkurës dhe me skuqje poshtë. Kjo na orienton menjëherë në drejtim të një herpes zoster, në dallim nga herpes simplex, sepse është dhe një virus tjetër. 1 nga 8 viruset, pra herpe viruset, 1 nga 8 është dhe virusi zosterit, i kësaj sëmundjes së zjarrit. Por ka në dallim nga herpes simplex, që dhe ai jep dhimbje, nuk ka dermatom, nuk ka këto vezikulat. Nuk ka shenje në dermatom. Pra kur vjen puna te diagnoza, se shumë njerëz, sidomos tek kjo çfaqja në formën e indeve përreth syrit. Dhe tek kjo e veshit, se prek veshin, kanalin e jashtëm të veshit. Por përhapet tash dhe në veshin e brendshëm. Dhe mund të preki dhe humbet shija në 1/3 e gjuhës. Plus që ka dhe ulje të dëgjimit. Këtu ose tek ajo e syrit. Përhapet me përhapje në undë, me dhimbje në indet përreth syrit, me atë skuqjen karakteristike, dhe në këto raste shumë njerëz ju nënshtrohen ekzaminimeve invazive, që nuk kupton që nga skaneri, rezonanca, sepse dhimbja është e fortë, e lidhur me pjesën e kokës, dhe njerëzit i bën që të dyshojnë se mos kenë diçka më serioze. Dhe me njerë duhet të shkojnë të vizitojnë. Në klinikën tonë, në eksperiencën dhe time klinike, kam pas raste, domethënë, dhe me formën oftalmike të syrit, po kështu dhe me të veshit. Dhe përveç dhimbjes fort, është dhe stresi i madh që i kap këtë sëmurë, sepse
gjithmonë mendja shkon se diçka tjetër mund të qëndrojë mund të sjell pasojë edhe më të rënda. Ndërsa forma kutane e pjesës së gjoksit ajo është më e lehtë dhe për të dalluar, sepse gjithmonë mbas një dhimbje të fortë dalin këto veziklat në formën e vileve të rrushit. Është shumë karakteristike. Tamam si një vesh rrushi me ato kokrat e kuqit, pa pjekura mirë, që ndodh në doktor, është e trashëgueshme kjo, pavarësisht se nuk dihen shkaqet. Kjo nuk flitet e trashëgueshme, as edhe ngjitse në kuptimin që të detyrueshëm. Por si çdo sëmundje tjetër e shkaktuar nga viruset, atje ku gjenden mundësit, reaktivizohet virusi, sepse ne kemi folur edhe në një bisedë tjetër që kemi bërë, që viruset ndodhen në disa gjendje. Për shembull viruset e gripit, grupi A, 1B, ato eliminohen për 7 deri në 10 ditë, dalin nga trupi. Ndërsa ka dhe një nga format e viruseve, siç ishte herpes virusi që ndodhet në qafën e mitrës, i cili jeton dhe në momentet caktuara aktivizohet, ose format e virusombartëse të hepatitit B dhe C. Ka persona të cilët e kanë virusin dhe nuk e din. Kur bëjnë ekzamenimet, shumë raste për shembull të mbartësve të virusit B apo C, dallohen tek ata që duhet bëjnë transfuzion gjaku. Dhuruesit e gjakut, para se t'ju merret gjak, ju bëhet një ekzamenim ku përcaktohen pikërisht këto gjendje. Dhe aty rastësisht konstatohen si virus mbartës. Ndërsa tek virusi zoster që kemi, ndodh një reaktivizim i virusit të ngjashëm me varicelën. Dhe mund të ndodh për shumë pak në një kohë shumë të shkurtër, doktor. Po, sepse mund bëjmë një analizë gjaku për të parë nëse. Jo, këtë ka karakteristikë që nuk kapen zakonisht sëmundjet virale, nuk kapen me ekzamenimet e thjeshta të gjakut. Te këto viruset që qëndrojnë latente dhe reaktivizohen, mund të gjenë antigjen të tyre, të pjesëve të tyre. Dhe për shembull, mbartësit e virusit B, C, të sidës konstatohen, zakonisht, ose kur shtrohen në spital për të marrë gjak, ose kur vjen si donator për të dhënë gjak. Plus dhe në depistimet që bëhen të profesioneve që janë të rrezikuara nga këto sëmundje. Por zakonisht donatorët në shumë raste na vinë që vajta thot sepse kisha vllajin për operacion, bëra analizat dhe dola mbartës i virusit B. Në këto raste del kjo. Ndërsa në rastet e zosterit apo këto, të shfaqet sëmundja klinikisht, që është shumë e dukshme. Pastaj mund të vërtetohet nëpërmjet viruseve. Por në rastin konkret diagnoza vihet shumë lehtë kur dalja këtyre dhimbja, që është shumë e fortë në shumë raste, shoqërohet me daljen e kësaj dermatomës si quhet, erupsioni, shpërthimi, prekja e lëkurës. Këto vezikulat me si flucka, tamam, kush ka kaluar li, e kupton. E di që lia zakonisht kalohet në femini. Po. Dalin puça, të cilat kanë moshë të ndryshme, dhe ka vazhdon për 7 deri në 10 ditë dhe kalon. Pa ajo shoqërohet me temperaturë dhe me formim krustesh i themi neve. Ato të vjetrat përthahen, formën kruse dhe largohen dhe dalin të reja, deri sa virusi bën periudhën e vet të zhvillimit dhe kalon. Biledhemikimi i varicelës është me pudër talk. Dhe në ndonjë rast kur ke për të ulë temperaturën në për këto, nuk ka nevojë për shumë për antibiotika apo për. Ndërsa tek zosteri ka tjetër ecuri. Çfarë duhet bëj një person i cili vëre këto shenja dorë? Menjëherë i dolën nga fluska. Në radh parë është i interesuar të qetësohet, sepse dhimbja është e fortë. Për qetësimin e dhimbjes tani përdoren disa lloj. Për qetësimin e dhimbjes përdoren antiinflamatorët. Po. Por meqense shprekur nervi, janë dhe disa preparate antiepileptike që përdoren. Për shembull gabapentina quhet, tegretoli, të cilat e vënë qetësi nervin, e mbrojnë në nervin që të mos e transmetoj këtë dhimbje kaq të fortë. Po kështu përdoren antiinflamatorët, siç janë këto Voltareni, Ketonali, Artrosileni, Brufeni, dhe paracetamoli, ndikon. Po nga njerë dhimbja është shumë e fortë, sa kërkon përdorim edhe të stupefiantëve, siç është kodeina. Dhe kur shumë e fortë deri te morfina. Ose ndonjëherë bëhet kombinimi i një antiinflamatori jo steroidi themi neve, siç është Voltareni, me një kortizonik, siç është dexametazoni. Ose prednizoloni. Pra në varësi të ecurisë së sëmundjes, sidomos për format oftalmike, këto të syrit dhe të veshit, arrin deri në përdorimin e kortizonikëve.
Në ndonjë rast lind e nevojshme të përdoret dhe anestezia me lidokain. Doktor, po flisnim për Pra, ajo që ja po të shikojmë dhe në figurë, ja si është shtrirë. pra si shenja të vogla për Pra, ka vërtet është e vojshme, e mundishme, por ka dhe atë që dallohet shpejt si sëmundje. Sepse ka shenjat tipike që flasin për një sëmundje të tillë, që thon sëmundja e zjarrit. e zjarrit. Dhe po ta shikosh janë ato Po. vezikula i them ne, ose erupsion kutan në një lëkurë të skuqur. Janë të mbushur me ujë, doktor, ato apo me Po qelë? një sekrecion, kështu që Si lënd, po, jeshile. po. Dhe po të Si shikosh gri duket. kanë tipike atë tamam si vilet e rrushit. Se janë rrushit të varur në Po. atë. Por ama është Edhe dhimbje. forma, doktor, është Karakteristike ka atë që është dhimbje. Dhimbjet pastaj në varësi të Doktor, po flasim për sëmundjen e zjarrit. po, karakteristik tjetër ka që zgjat. Karakteristika është- Zgjat nga muaj deri në vite. Sepse ngelet një gjendje mbas kalimit të fazës akute të zosterit. Të fillimit. Me dhimbje të rrëmbasërshme. Por kjo nënkupton pastaj që të bën këto masat mjekuse. Po, procedura cila është vlerësuese. diagnoza, doktor, për këtë? Po diagnoza thamë është Përveç klinikisht vjet diagnoza. Në Po. sy, sepse ka shenja tipike të saj. Në rastin se Lyhet kemi pra të bëjmë pjesa. pastaj me formën oftalmike apo të veshëve, atëherë bëjmë ekzaminimin për kace deri te një rezonancë, e cila mund të përcaktoj ku kemi lezionin. Do më kemi të bëjmë thjesht me një lezion viral apo dhe një diçka tjetër. po që mund të Dhe ose mund të bashkëtojnë të dyja, sepse thamë që zakonisht zosteri ndodh tek persona me imunitet të të ulur. dobët. Doktor, po kjo sjell probleme për sëmundje të tjera? Jo, kjo vetë është Mendohet që mund shkaktojë. vetë shqetësimi, një vuajtje e zgjatur. Aq më tepër kur presupozohet të jetë në një imunitet të ulur, kuptohet që ka dhe pasoja të tjera, mund të bëhet shkak për dhe probleme të tjera. Dhe Por kozjata, doktor, direkt nga kjo. Kozjatja tham, shkon deri në vite, nga por që është muaj e shërueshme. deri në vite, e kurushme. Por në përgjithësi zakonisht herë mbas here Duhet. rishfaqet shqetësimi, ngelet, persiston. Po ti pyesësh këta njerëz herë mbas here u ngelet një dhimbje, sepse nervi rigjenerohet me shumë vështirësi Te kjo pjesë. te kjo pjesë. Këtu ka rëndësi pastaj për rritja dhe e imunitetit. Dhe është mirë për rritjen e imunitetit, përdorimi i zingut me vitaminë C, përdorimi i klorurit të magnezit, përdorimi i vajit sauda nga fara fara zez, Po. përdorimi i farës së lirit, sepse vajrat esenciale kanë nga një anë rrisin imunitetin dhe në një kohë bën pjesë e komplekseve të cilat marrin pjesë në ndërtimin struktural të indit nervor. Prandaj dhe janë të rekomandueshme në përdorimin përdoren. e këtyre gjërave. Mirë, pra, ne thamë me doktorin që shenjat ishin si fluska të mbushura me një si qelb duket, doktor, si lëndë, si lënde. Fluska tamam si vilet e rrushit, nuk themi kot. Nuk ka infeksion. Këtë ka që nuk ka infeksion dytësor këtu. Është vetë Por nuk duhet ngacmuar, doktor, ë? Se ka nga ato që i çajnë ose i nxjerrin Jo, ajo lëndën. përdore se ka përdorim mjekim lokal dhe mjekim të përgjithshëm. Mjekimi lokal është përdorimi i pomadave. Ka pomada që janë të kombinuara. Njerë ka pomada antivirale, që quhet aciclovir, që ndodhet në formë kremi ose në formë kapsulash. E dyta, ka kremra të kombinuara, që kanë brenda një antiinflamator, një kortizonik dhe një anestetik lokal, si lidokaina. Gjithë synimi është që lehtësohet dhimbja. Në ndonjë rast edhe bën dhe kompresa me alkool që tiqet efekti, të frenohet efekti inflamator dhe të mbrohet nga një infeksion e dytë. Do një gjë të fundi, doktor, për sëmundjen e zjarrit që kemi folur ditën e sotme? Këtë thamë, Për të shtuar? Të mos t'i shmangen alarmi stresit. Stresi. Se prandaj ka marrë dhe me sëmundje zjarrit, nga që ka shumë dhimbje. Po. E dyta, të kërkojë ndihmën mjekësore, të përdori qetësuese për të evituar dhimbjen, se nganjëherë dhimbja është vojtja më e madhe e njeriu. Dhe të përdori qofshin nga antiviralet, qofshin këto kremrat që Doktor, të falenderoj që ishim sot së bashku. Do të flasim edhe ashtu siç ishte doktori për kruarjen e duarve dhe të këmbëve. Unë ju falenderoj të gjithë për vëmendjen tuaj. Lumturia e jetës është një shëndet i mirë.